Esterit nga fillimi. Libri i Esterit nga fillimi, pra. Në kohën Asoeros, ai Asoero që mbretëronte nga lindja deri në Etiopi mbi 127 krahina. Në atë kohë, kur mbreti Asoero rrinte në fronin e mbretërisë së tij që ishte në kështjellën e Suzës, në vitin e 3 të mbretërimit të tij shtroi një banket për të gjithë princat dhe shërbëtorët e tij. Komandantët e ushtrisë të Persisë të Medis, fisnikët dhe princat e krahinave u mblodhen para tij. Atëherë ai tregoi pasuritë dhe lavdinë e mbretërisë së tij, madhështinë dhe përsinë e saj për shumë ditë, 180 ditë. Mbasi kaluan këto ditë, mbreti shtroi një banket tjetër prej 7 ditësh në oborrin e kopshtit në pallatin mbretëror, për tërë popullin që ndodhej në kështjellën e Suzës, nga më i madhi deri te më i vogli. Kishte qadra të bardha me ngjyrë vjollce që vareshin në kordon të kuq flak, në unaza prej argjendi dhe në shtylla prej mermeri. Kishte divan prej ari dhe prej argjendi mbi një dysheme prej mermerit të kuq dhe të bardh, prej sedefi dhe alabastri. Jepej për të pirë në en ari, njëra e ndryshme nga tjetra, dhe kishte verë mbretërore me shumicë për hir të bujarisë së mbretit. Në bazë të ligjit, askush nuk ishte detyruar të pinte, në fakt mbreti kishte urdhëruar tërë funksionarët e shtëpisë të tij të shërbenin secilit atë që dëshironte. Edhe mbretëresha Vashti shtroi një banket për gratë në pallatin e mbretit Asuero. Ditën e 7, kur zemra e mbretit ishte gëzuar për shkak të verës, ai urdhëroi me Humanin, Bisthan, Harbonan, Bikthan, Abakthan, Setharin dhe Karkasin, të 7 evnukët që shërbenin në prani të mbretit Asuero. Të sillnin para mbretit mbretëreshen Vashti me kuroren mbretërore për të treguar popullit dhe princave të bukurinë e saj, në të vërtetë ajo kishte një pamje të hijshme. Por mbretëresha Vashti nuk pranoi të vinte sipas urdhrit të mbretit që ju njoftua me anë të evnukëve. Mbreti u pezmatua shumë dhe zemrimi i tij i zinte për brenda. Atëherë mbreti pyete dietarët që njihnin kohrat. Kjo ishte në fakt mënyra e veprimit të mbretit me gjithë ata që njihnin ligjin dhe drejtësinë. Më të afërt për të ishin Karshena dhe Shethari, Admatha, Tarshishi, Meresi, Marsena dhe Memukani, 7 princat të Persisë dhe të Medis që pranoheshin të rrinin para mbretit dhe zinin postet e para në mbretëri. Sipas ligjit, çfarë duhet të bëhet mbretëreshes Vashti që nuk zbatoi urdhrin e mbretit Asuero që ju transmetua me anë të evnukëve? Memukani u përgjigj para mbretit dhe princave: mbretëresha Vashti nuk ka vepruar drejt teje ndaj mbretit, por edhe ndaj gjithë princave dhe tërë popujve që janë në të gjitha krahinat e mbretit Asuero. Sjellja e mbretëreshes do të merret vesh nga të gjitha gratë që do të nxiten të përçmojnë burrat e tyre dhe të thonë: mbreti Asuero kishte urdhëruar që të sillnin para tij mbretëreshen Vashti, por ajo nuk i vajti. Madje që sot, princeshat e Persisë dhe të Medis, që kanë marrë vesh sjelljen e mbretëreshes, do t'u flasin gjithë princave të mbretit dhe nga kjo do të lind shumë përçmim dhe zëmërim. Në qoftë se mbretit i duket me vend, le të nxjerrë ai një urdhëresë mbretërore që të përfshihet nga ligjet e Persisë dhe të Medis dhe të jetë e parevokueshme, në bazë të secilit Vashti të mos dalë më në prani të mbretit Asuero. Mbreti t'i jap pastaj pozitën e saj mbretërore një tjetre më të mirë se ajo. Kur urdhresa e nxjerr nga mbreti do të njoftohet në tërë mbretërinë e tij që është e gjerë,
atëherë gratë do të nderojnë bashkëshortët e tyre, nga më i madhi deri te më i vogli. Ky propozim i pëlqeu mbretit dhe princavet, dhe mbreti bëri ashtu si kishte thënë me Mukani. Dërgoi letra në të gjitha krahinat e mbretërisë, çdo krahinë sipas shkrimit të saj dhe çdo populli sipas gjuhës së tij, në mënyrë që çdo burr të ishte zot në shtëpinë e tij dhe të fliste gjuhën e popullit të tij. Amen, fjalës të Zotit. Mbreti Asuero, me të vërtet, një njeri për në kohën e vet ishte shumë i fuqishëm. Ishte mbret i Medis dhe i Persis, i cili ishte i martuar me Vashtin, që e donte sepse ishte shumë e bukur ajo grua. Dhe kur të them e bukur, flasim kishte një bukuri të veçantë si grua. Por fjala e Perëndis na thot: kush është i mençuri që të mundet të njohë zgjidhjen e të gjitha çështjeve, dhe këshilla dhe urdhri i Perëndis në këtë rast është se unë të këshilloj, thot fjala e Perëndis, që të zbatosh urdhrin e mbretit sipas betimit të Perëndis. Këtë këshill dha Perëndia që të zbatosh urdhrin e mbretit. Rezultati është ky, që ai që zbaton urdhrin e mbretit s'do të pësoj kur të keq. Shumë serioze kjo, vëllezër dhe motra. Këtu shohim Vashtin që më të vërtet do të guxoja të thoja fjalën që ishte shumë e fuqishme në mbretërinë e Persis dhe të Medis, nga që nuk ju bind zërit të mbretit, pësoj dëmin më të madh që të mund të fantazonte në jetën e saj. Do më thënë, e hoqi nga të qenit mbretëresh. E të mërshme kjo, vëllezër dhe motra, kjo mesazh, dhe se të gjitha sa janë shkruajtur, të gjitha sa u parashkruajten, do më thënë për para dhjatës të re, janë të shkruajtura për mësimin ton, në mënyrë që të kemi ne shpresën nëpërmjet durimit dhe ngushëllimit të shkrimeve. Por ne, se këto u shkruajten për ne, për mësimin ton, por për ne mbret është Jezu Krishti. Dhe urdhëri i Zotit është që t'i bindemi urdhërit të mbretit. Urdhëri i mbretit për ne nuk është një gjë e thjeshtë. Për shembull, mbreti urdhëron gruan që t'i nënshtrohet burrit të saj, sepse burri i saj është kreu i gruas, ashtu sikur se Krishti është kreu i kishës dhe ai është shpëtimtari i trupit. Ky është urdhri i mbretit që i drejtohet gruas. Por nuk është vetëm kjo. Gjithashtu është edhe urdhri i mbretit që ju drejtohet burrave. Ju burra, thot, ti duani gratë tuaja, ashtu sikur se Krishti e don kishën dhe e dorëzoi veten e tij për te që ta shejtëroj atë, ta pastroj me larjen e ujit që është fjala e Perëndis, në mënyrë që ta paraqes atë kishë të lavdishme. Ky është urdhri i Perëndis për burrin dhe urdhri i Krishtit për ne, që të duam gruan ton dhe të interesohemi për shejtërimin e saj. Ta duam si veten ton, si trupin ton, sikur se Krishti don kishën. Por të shumta janë urdhrat e mbretit që duhet t'u bindemi. Për shembull, binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse kështu është e drejtë. Ndero babain tënd dhe nënën tënde, që është urdhri i parë dhe me premtim. Rezultati do të bëhet për ty mirë dhe do të jesh jetë gjatë. Të shumta janë urdhrat e mbretit që na jep gjithsecilit ne, që duhet ju nënshtrohemi në mënyrë që të na dalë mirë, të bëhet mirë për ne, të bëhet bekim në ne. Akoma edhe prindërit
të mos i zemëroni fëmijët tuaj, si i rritni, jo me dru apo me ashpërsi dhe me egërsi, por në të kundërtën ushqeni fëmijët tuaj me mësim të Krishtit dhe mësim të Perëndisë. Sa të mira që janë urdhërat e mbretit tonë, vëllezër dhe motra, dhe sa të kujdesshëm duhet të jemi se si të jetë gjithë secili, se kur të jetë gjithë secili dhe se çfarë bëhet, çfarë ndodh. Gjithashtu, shërbëtorët, zotërinët, domethënë padronët, t'ju bindeni, shërbëtorët ju bindën padronëve të tyre me frikë dhe me drithma, në thjeshtësi të zemrës, jo si për t'ju pëlqyer njëri tjetrit, por që t'i pëlqeni Perëndisë, si shërbëtor të Perëndisë, duke e përmbushur në këtë mënyrë vullnetin e Perëndisë me gjithë shpirt. Domethënë jep urdhra babaj, nënës, jep Perëndia urdhra prindërve, etërve, shërbëtorëve, punëdhënësve, pronarëve, domethënë, të gjithëve t'ju jep urdhra. Punëdhënësit të bëni gjithmonë vullnetin e Perëndisë, duke mos kërcënuar, duke e ditur se edhe ju keni Zot, mbretin që është në qiell dhe një anësi për të nuk ka. Dhe urdhri i fundit, që janë të shumta urdhrat e mbretit që duhet t'ju bindemi, në mënyrë që të njohim zgjidhjen se çfarë të bëjmë dhe të zgjidhen problemet tona, dhe të dimë se si të sillemi, që të ndeshemi me vështirësitë e jetës tonë. Dhe më rëndësishmja prej të gjithave është që të mos na ndodh kurrë e keqe në jetën tonë. Vëllezër dhe motra, është i madh ky mesazh. Kurrë e keqe të mos ndodh në jetën tonë. Kush ruan urdhrin e mbretit nuk do të provoj kurrë gjë të keqe. Kjo është bindja në Ungjillin e Jezu Krishtit. Sepse duke ju nënshtruar dhe bindur Ungjillit të Jezu Krishtit, në të vërtetën i nënshtrohemi dhe i bindemi urdhrit të mbretit ton, që është Jezu Krishti. Nuk kemi tjetër mbret. Një është mbreti jon, Zoti jon dhe Perëndia jon, mësuesi jon dhe drejtuesi jon. Një është. Atij duhet t'i nënshtrohemi. Por duke patur kujdes, që me shumë kujdes të veprojmë, sepse dëgjohen lutjet tona ashtu sikur të Krishtit, për shkak të perëndishmërisë tonë. Pra me shumë kujdes urdhrat e Zotit. Dhe të fundit që dua të them, që nuk du të thotë se është më e rëndësishmja, por është e rëndësishme. Bindjuni dhe nënshtrohuni tek të parët tuaj, sepse ato rrinë zgjuar për shpirtrat tuaj si ato që kanë për të dhënë llogari për ju. Këtu është një urdhër i dyfisht këtu. Edhe të parët tuaj të dinë shumë mirë se kanë për të dhënë llogari përpara Krishtit për ato që Perëndia ju ka dhuruar që t'ju shërbejnë, jo të qeverisin apo të urdhërojnë, po t'ju shërbejnë. Sepse nuk është i padrejtë Perëndia që të harroj veprën e besimit tuaj dhe mundin e dashurisë tuaj që treguat duke ju shërbyer dhe duke shërbyer gjithmonë vëllezërve tuaj. Dhe në këtë thot apostulli Paul, jemi të vënë. Në këtë jemi të vënë. Që të ngushëllojmë ato të pashpresët, së pari, të përforcojmë të dobtit, e dyta, dhe të mbajmë dhe të mbështesim ato që janë të mpakur. Pra është shumë e rëndësishme që të kemi dallim, të mundemi të bëjmë dallim në mënyrë që të veprojmë në mënyrë të duhur. Të kemi dallim për të dalluar se kush është i munduari dhe i pashpresi dhe të shkojmë nëpërmjet emrit të Jezu Krishtit për ta ngushëlluar. Të dallojmë se kush ka humb forcën e tij dhe nuk mundet më. E din çfarë do të thotë të humbësh forcën tënde në Krishtin Jezus, të duash të bësh atë që don Zoti dhe të mos mundesh. Perëndia të na ruaj
Dhe e treta, jam mpakur, nuk mundem, nuk duroj dot më. Gjë të mërshme është kjo. Të kemi dallim të gjithë ne. Ma përse ne? Sepse duhet të shohim të gjithë ne të tjerët më të mëdhenj se veten tonë. Dhe më thënë tjetri, nuk është nënpunësi yt, por është pronari yt. Dhe këtu dua të them edhe një herë tjetër se këtë nuk e kuptoja. Isha në Qipro dhe atje ku në bankë të parë ishte një djalë që ulej, ishte shumë i dobët, ishte mbase përdorte lëndë narkotike, lutej dhe lavderonte Perëndin aty në bankë të parë ku ishte. Dhe unë thash në predikim, vlerësoni njerin më të tjetrin, domethënë më të madh se veten tuaj. Dhe kur mbarova, mu afrua shumë i përullur dhe më tha, vëlla Jorgo, ti më shef mua më të madh se veten tënde. Aty vëllezër dhe motra pasova shok. Çfarë ti them? Po, do t'i thoja gënjeshtra. Nuk e shikoja më të madh se veten time. Të them jo, do të nxirrja gënjeshtar fjalën e Perëndis. Nuk dija çfarë të thoja, buzëqesha, e godita pak në sup, i ndryshova kuvendin dhe më fjalët domethënë dhe ika. Në darkë kur shkova të flej, u gjinjzova dhe u luta. Dhe thash, o Zot, çfarë duhej t'i thoja? Derisa as nuk e shikoja më të madh se veten time. Si ta shoh atë më të madh se veten time? Por edhe të them se nuk e shoh më të madh se veten time, do të nxirrja gabim fjalën tënde. Çfarë duhej t'i thoja, o Zot? Dhe rash dhe fleta. Dhe në gjumë, Zoti më tregoi ëndër mbase ishte, apo vegim i mëngjesit ishte, kam punuar në jetën time në 2 fabrika të mëdha, nga 16 vjet tek gjithë secila firmë. Pronari im ishte fabrikanti dhe në të 2 rastet, një moment edhe njeri pronar dhe tjetri më sollën fëmijën e tyre që ta mësoja për punën në fabrikë. Nuk dinte shumë gjëra, por ishin të mirë të 2 ato fëmijë. Por për mua, ato ishin më të mëdhenj se unë. Përse? Sepse ishin bijt e pronarit tim. E kuptoni këtë? Ishin bijt e fabrikantit në të cilën e kisha pronar. Ishin më të mëdhenj se unë. U zgjova, erdha në vete dhe thash, po, ja përse duhet që t'i shoh të gjithë vëllezërit e mi më të mëdhenj se veten time. Jo se janë apo nuk janë që ta analizoj këtë çështje, por që të mundem të dëshmoj se janë bij të plotfuqishmit Perëndi. Ndërsa unë çfarë jam? Nëse don dikush të jetë i madh, do të jetë shërbëtor. Dhe nëse don të jetë i pari, të jetë përsëri shërbëtor. Dhe unë çfarë duhet të jem? Shërbëtor. Sepse nuk është i pa drejtë përsëris, i pa drejtë Perëndia që të harroj veprën e besimit dhe mundin e dashurisë që ti tregove duke ju shërbyer dhe duke shërbyer vëllezërve më të vegjël. Këtu e tutje tani me vëllezër dhe motra, lutem që Perëndia të më shfaq dhe të më zbuloj njerëzit të cilët janë të pashpres, që kanë humbur forcën e tyre dhe janë mpakur, që të mundem që t'ju shërbej. Por si? E para në lutjen, në dhomën time të lutjes. Kjo është ajo mënyra bazë e shërbesës, që të futesh në dhomën tënde, të mbyllësh derën, të ndreqesh gjendjen me Zotin, duke falur dhe të tjerët që të mundet Zoti të dëgjoj lutjen tënde, të mbushësh me frymë të shenjtë, që të marrësh forcë besimi dhe forcë të frymës të shenjtë dhe të sjellësh përpara tejet njerëzit që duan dhe kanë nevojë për lutjen tënde. Qoftë vinë në kishë, qoftë nuk vinë. Sepse mbase nuk vinë dot sepse janë mpakur. Të tjerë nuk vinë dot sepse janë larguar plotësisht, edhe përsëri për ata do të lutesh. Sepse
mund të jenë të pashpresë, mund të kenë humbur plotësisht forcën e tyre. Si do t'ju shërbesh pra? Së pari me lutjen tënde. Por me lutjen tënde e cila do të jetë e mbushur me dashuri dhe plot me frymë të shenjtë dhe me forcë. Në mënyrë që duke e ditur se ti nuk mund të bësh shumë gjëra, akoma edhe nuk din as se çfarë të lutesh për atë njeri që mundohet, do të mbushesh me frymë të shenjtë, në mënyrë që fryma e shenjtë të ndërmjetësoj për këto njerëz dhe ashtu sikurse Ati qiellor e njeh mendjen e frymës të shenjtë se sipas Perëndisë ndërmjetëson për njerëzit, do të dëgjoj frymën e shenjtë që të lutet me gojen tënde, s'do të lutesh ti, por fryma e shenjtë do të lutet me gojen tënde, do të lutet për të gjithë të cilët i ke sjellur përpara Perëndisë, sepse ke njohur se kanë nevojë për t'ju shërbyer ti. Kjo është mënyra e parë dhe bazë që të i shërbesh vëllezërve të tu që kanë nevojë. Mënyra e dytë, gjithashtu shumë bazë kjo, është që t'ju afrohesh, por i përullur si më të mëdhenj se ti, me shumë dashuri, dashuri të Perëndisë atë që do të jetë dhënë në zemrën tënde nëpërmjet frymës së shenjtë dhe do të mundohesh që ti ngushëllosh nëpërmjet Jezu Krishtit me ngushëllim të frymës së shenjtë, sa të mundesh dhe nëse mundesh. Dhe e treta është ku sipas mendimit tim të përullur është më serioze, të gjesh akoma 1, 2 apo 3 vëllezër që të gjunjëzoheni së bashku, sepse thot shkrimi, nëse 2 ose 3 bien në dakord për çfarë do gjejet dhe bëjnë kërkesë tek i plotfuqishmi Perëndi në emër të Jezu Krishtit, Perëndia do të bëjë shumë më tepër nga sa ne kërkojmë apo mendojmë, por sipas forcës të frymës të shenjtë që banon në ne. Pra 3 janë mënyrat bazë. Mund të jenë edhe të tjera mënyrat e shumta, por 3 janë mënyrat bazë që ti shërbesh vëllezërve të tu që janë të mpakur, të pa shpresë, të dobët dhe të mpakur. Dhe çfarë do të bëj Perëndia? Perëndia bën ashtu sikur se thash dhe do ta them përsëri shumë më tepër. Shumë më tepër nga sa mund të mendosh ti, të fantazosh apo të kërkosh për ato njerëz, sepse nënshtrohesh urdhërit të mbretit. Dhe rezultati është se me këtë mënyrë do të gjesh zgjidhjen e problemit, jo ti, por mbreti yt. Dhe ti do të fitosh që të mos ndodh kurrë në jetën tënde gjë e keqe. Në rasti i kundërt tani. Tani ha do më lë rahat, më fal o Zot që them kështu. Ma me këtë do të interesohem të merrem me te. Derisa nuk vjen në kish, derisa nuk e shef se si sillet. Ma me atë do të merrem dhe Zoti thot, pikërisht me këtë do të interesohesh. Për këtë do të interesohesh më shumë. Nuk do të merresh me atë që shef dhe ato që shefs që shkojnë mirë, me ato do të merresh duke lavdëruar Perëndin që të shkojnë më mirë. Por këtu do të kemi kujdes tani që të kemi rezultate në këtë vepër të shërbesës tonë, që të kemi frymë të përullur të njerëzit, përpara se gjithashtu këtë do të kërkojmë. Frymë të përullur të njerëzit dhe zemër të butë të njerëzit që të banojë në ne i plotfuqishmi Perëndi. Por edhe të jemi duke u dridhur përpara fjalës të Perëndisë, në mënyrë që të mund të gjejmë hir dhe mirësinë e Perëndisë
nëpërmjet Jezu Krishtit dhe frymës të Shenjtë, në mënyrë që duke gjetur hir dhe mirësinë, çfarëdo që të bëjmë, Perëndia të bëj shumë më tepër nga sa ne mund të fantazojmë apo të kuptojmë. Shumë mesazh i rëndësishëm i sotshmi. Nënshtroju urdhërit të mbretit tënd, cili do qoftë ai. Dhe Zoti jon e dini se ç'thot. Kush ka urdhrat e mia dhe urdhrat e Krishtit nuk janë të njëjtat për të gjithë. Të tjera janë urdhrat e Krishtit për mua, të tjera për gruan time, të tjetrat për fëmijët e mi, tjera për atë vëlla apo për tjetrin. Por kush ka urdhrat e mi dhe i ruan ato, ai është që më don. Ai do të duhet nga atim dhe një mrekulli e madhe, edhe unë Krishti thot, do t'i zbuloj atij veten time, do më thënë fjalën time. Do më thënë, kush i shërben vëllait të tij Krishtit, më falni, Perëndia e bën menaxhues të mistereve të Perëndisë, i zbulon fjalën e tij. Dhe kushdo që i shërben vëllait të tij më të vogël, tek ai Perëndia atë e bën menaxhues të hirit të shumëllojshëm të Perëndisë. E din ç'do të thotë që të kesh mundësinë për të menaxhuar për veten tënde, për familjen tënde, për kishën, për çdo që të duash, të menaxhosh hirin e shumëllojshëm të Perëndisë, le që nuk je i denjtë, Perëndia të bëj shumë më tepër dhe shumë më të mira nga ato që ti fantazon. Perëndia, vëllezër dhe motra, të na ruaj, të na bekoj, të na bëj të nënshtruar dhe të bindur në urdhrin e mbretit ton, cili do qoftë ai, në mënyrë që edhe të njohim se çfarë duhet të bëjmë, se kur duhet të bëjmë dhe se si të veprojmë, të njohim domethënë kohën dhe mënyrën, të njohim se kur, por edhe më tepër se si, sepse se tek ai që nuk është shfaqur nga Zoti, koha dhe mënyra, ai ka mangësi të madhe. Sa rëndësishme është pra që t'i kërkojmë Perëndisë të na zbuloj kohën, pra se kur të veprojmë, por edhe mënyrën dhe se si do të veprojmë gjithmonë në çdo gjendje të jetës tonë. Amen.